Lici Oranius. Duke patur parasysh hetimet ndaj rastit Mogherini, por edhe diskutimet për ndikimin e aktorëve ndërkombëtar apo europian në politikën e brendshme shqiptare, si mendoni dhe a keni një qëndrim lidhur me ndikimet që mund të ketë aktorët europian apo një farformë diplomacia europiane në politikat e brendshme të Shqipërisë apo në proceset e brendshme politike shqiptare? Tani, unë jam njeriu që kam folë me hapur dhe flas me hapur. Spari duhet dalloj një gjë, do të them një gjë këtu. Që këto absolutisht nuk lëkundin kur besimin ton tek Bashkimi Evropian dhe institucionet e tij. Jo. Përkundazi, Uroku, ato janë. Ato vepruan. Ata se mbrojtën, i hoqën imunitetit, ish përfaqësues politikës jashtë të Bashkimit Evropian. Nuk shkoi kush në ndonjë gjykat që ta mbroj, siç bën Edi Rama. Por Romana Vlahutin është fare e njohur. Raportet që çonte mirë nga Edi Rama. Është fare e njohur. Imponimi që u bëhet diplomatëve të paraqesin raporte që shoqërosin situatën në Shqipëri. Janë të njohura këto. Po unë kam prandaj kërkova hetimin e këtij lobimi. Se ajo ka fuqishëm. Por Edi Ramën, a është vetëm ajo? Jo, nuk është vetëm ajo. Mund të ketë dhe tjerë, por përsëri e vërteta vonon, por nuk harron. E vërteta do të dalë. Urdhë, cili është Edi Rama sot? Thirrë, ftohet për të dhënë leksion në liderëve të ri, njeriu më i korruptuar në Europë, i shembull i korrupsionit ndërkombëtar. Në rastin Mogherini, në rastin McGonigall e të tjerë. Tani, imagjinon ti se çfarë do thotë të ftosh një figurë të nxirë të tillë për të dhënë moral liderëve të ri në këto janë, por kjo botë është e hapur. Zoti Berisha nis së dia turin e foltorëve